Shtetet e Bashkuara vendosin tarifa të reja nga 10 deri në 12.5% për mallrat nga 60 partnerë tregtar, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe. Arsyeja për këto tarifa sipas administratës së Donald Trump është si kundërpërgjigje për masat e dobta ndaj ndalimit të punës së detyruar dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Kjo masë e re u vendos pikërisht kur skadoi një tarifë e përkohshme globale prej 10%. Tarifat e reja që hynë në fuqi mbulojnë 99.4% të importeve amerikane, por bëjnë përjashtime për shumë produkte, si nafta dhe gazi, plerat dhe artikuj të caktuar ushqimor. Këto tarifa të reja vijnë pasi Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara në shkurt rrëzoi detyrimet reciproke prej 10% deri në 50% të vendosura vitin e kaluar nga presidenti Trump, ndër vendet që preken nga tarifa 10% janë Britania e Madhe, Meksika, Kanadaja, Argentina, India, Jordania dhe Pakistani. Bashkimit Evropian, Tajvani dhe Japonisë, Koresë së Jugut dhe Zvicrës ju caktuan norma që arrin nga 10 deri në 12.5%. 38 vendeve të tjera ju caktuan një normë prej 12.5%, mes tyre edhe Kina. Sipas një zyrtari të lartë të administratës Trump, të cituar nga agjencia e lajmeve Reuters, Shtetet e Bashkuara kanë ndalime më të forta të importit për mallrat e prodhuara me punë të detyruar dhe i zbatojnë ato me më shumë rigorozitet se çdo vend tjetër, pasi këto praktika u japin rivalëve një avantazh tregtar të padrejtë ndaj Washingtonit. Media britanike BBC thotë se administrata Trump mund të vendosë tarifa të tjera në muajt në vazhdim, pasi 16 vende janë në shqyrtim për mbi kapacitet të prodhimit.